Njerëz, përshëndetje. Jemi sot në thelb për t'i futur në thelb të temave që lidhen me studentat dhe me problematikat që ato ballafaqohen. Unë jam Ilir Saliu dhe sot të ftuar e kemi për këto tema Dibran Hoxhën. Dibran, përshëndetje, ç'kemi? Ç'kemi? Si je? Mirë, në përgjithësi. Mirë, shumë faleminderit. Dibran, atëherë unë direkt t'i futemi në thelb kësaj çështjeje. Sa mendon që kanë fuqi studentët për të ndryshuar problematikat me cilën ata përballen? Tash më duhet me bëni një distancim mas pari, që unë kom studiu filozofi, rezervoj me u fut në thelb gjërave. Do mundohem të mos jem shumë sipërfaqësor. Okej. Mos i futemi në thelb. Është një nështë ashtu, ma mirë me relaksu kështu, muhabetin edhe pse se di sa na premton koha, po një pikpamje e një teorie idealiste gjermane, klasike, si me thonë, që na e perceptojmë një realitet edhe asnjëherë nuk mund ta rrokim në tërësi. Kështu që edhe për temat studentore, edhe për universitetin, mundohemi me perceptu për aq sa mujmë edhe me u përafru atij realiteti që mandej me dhon një lloj perspektive ndoshta më ndryshe se si është gjendja e universitetit, si është gjendja e studentëve dhe pyetja që na shpeshherë ja shtrojmë vetes me që unë jam antar i një organizate jo qeveritare në Kosovë, ORCA, organizatë për rritjen e cilësisë në arsim. Pyetja që shpeshherë ja shtrojmë vetes është që a janë ose sa janë në ditët që na po flasim, në kohët që na po jetojmë, sa janë studentët agent të ndryshimeve shoqërore. Edhe mos kemi bo kapërcime si më thonë shoqërore të cilat nuk i kemi vrejt dhe këto kapërcime kanë bo që ai lloj brumzimi i studentëve, ai lloj thelbi tash nëse mund me përdor edhe për shkak të podcastit i ndryshimeve, thelbi i ndryshimeve a mund të shoqërore, a mund të mbërrihet përmes studentëve. Me që na organizojmë shumë aktivitete me student, tash e 7 vite, punëtori, takime, kongrese të aktivizmin studentor, rëndom na shfaqen para neve ose na shtrohen si pyetjet që mund të duken si banale ose si tautologjike për faktin që e shpjegojnë veten, ama duhet me gjurmu në çdo pyetje edhe kur mund të duket banale. Njëra prej pyetjeve më thelbësore thelbësore, tash nisa me përdor shpesh. Edhe pse ka prodhuar shumë të qeshuna, edhe është bullizu me terma të sodit, për një studenti para 4 ose 5 vitesh në njërin për aktiviteteve torkas, për shkak që na në Kosovë të paktën, për me dhonë nështë një kontekst më të kufizum, e lidhim gjithherë aktivizmin studentor me ndryshimet rrënjësore në shoqëni, për shkak që studentët në Kosovë në 89-ën, në 89-ën, në 97-ën, ka qenë bartës të ndryshimeve përmes protestave që nis prej studentëve. Dhe protestat të më thonë nëse nisin për 97-ës, për së fundmi, ideja dhe parulla ka qenë për çlirimin e hapësirave të uzurpume universitare që në atë kohë është bërë pej Miloševićit, por si më thonë kjo mrana vetës ka mbartë një revolt gjithëshoqërore. Kanë qenë në front studentët. Edhe me që na e lidhim gjithherë, i lidhim ndryshimet shoqërore me aktivizmin studentor, njëri prej studentëve pa të pyet njërin prej panelistëve të ftuar në këto aktivitete tona, nëse nuk do kishte aq shumë represion nga pushteti totalitar, regjimi Serbia saj kohe, a do kishte revolt edhe studentore. Edhe na patëm qesh me faktin që kjo do këtë e vetë shpjegueshme, nëse dikush të ushtron çasti lloj represioni në baza ditore, patjetër që kjo ka me prodhu revolt,
por kur prodhon revolt prej studentëve, është një indikacion që shoqënia si e tillë ka potencial përparimtar. Kjo ka ndodhur besoj me Kosovën, sepse këto kanë shpërthy me luftën çlirimtare në Kosovë në 98 e tutje, por jenë ngjizë shumë ma herët nështë pe protestave 68-ës e 81 të 97 siç i përmenda. Dhe për të kaluar në kontekstin e sotëm, gjithherë perceptohet ose në bindjen tonë është që me që nuk ka ndaj forcë aq të prekshme të jashtme represive siç ka qenë regjimi totalitar serb, edhe mundësia për revolta dhe ndryshime shoqënore që në krye të tyne janë studentët është goxha e paktë, si me thonë, dhe minimale. Po nështë kjo në thelb prap ka të bëj me cilësinë që ofrojnë universitetet tona. Nëse e vështrojmë prej larg, po flas për Kosovën me siguri edhe për Maqedoninë të Veriut kena mundësi me po paralele, nëse ka edhe mundësi për me po analogji. Në Kosovë të studiumit është një lloj rrugtimi goxha i mërzitshëm prej momentit që regjistrohesh edhe përfshihesh në disa formalitete, duke mos e pa veten si student as si agenti ndryshimeve shoqënore që do ishte një kapërcim i asaj hapësire të kufizume universitare, po as si një ngritje intelektuale nëse eshe në perspektivë, si me thonë, ma partikulare, nëse eshe universalen që si studentje edhe për ndryshime shoqënore, ish dash të paktën me pa partikularen që si individ do i kontribosh vetës. Po absurdi është që nuk ndodh asnjëna as tjetra, për shkak që gjitha revoltat shoqënore dhe pse tash së fundmi ka nis disa shkëndija që me siguri do i përmendim, revoltat shoqënore kanë qenë të mungume, në ndërkohë nëse po them e zhvendos në rrafsh ma partikular, as kontributi që ti menon që je duke ja ofru vetës përmes të studiumit ose ngritja intelektuale e supozume përmes të studiumit nuk ndodh. Nuk është aty. Sepse universitetet private janë shumë keq, universitetet publike janë pak më mirë, po prapë lënë për të dëshiruar. Hajde të pyes këta, do pajtohesh ti për shembull që fryma rebeluese e studentëve është tash me ullët se sa çka qenë për shembull i përmendë rastet e gjatë 80-tave dhe 90-tave. A mendon se është me ullët fryma e rebelizmit te studentët? Tash gjithsesi se është, po nëse ka përcejmë prapë, nëse kalojmë prej 68-ës në protestat për kërkesa ka qenë për republik edhe në atë kohë, Kosova Republik, për shkak të, si me thonë, qëtyne përplasjeve, qa me i thonë, këtë përplasjeve balkanike, s'po du me u bo autoracist, pash po në si cilin vend është ka egzistu mendësia që ka përku edhe me revolten. Kjo nuk do thotë që ka qenë domosdoshmërisht, si me thonë, për tu përshmu, sepse revolta është ajo qarja që ti e bën ndaj një sistemi. Por, në 68 në Paris, në Francë, janë ngritë studentët dhe janë revoltu për avancimin e të drejtave seksuale, për shembull. Është çfarë mundet më dok paradoksale, po edhe atje, sepse universiteti ka ushqy intelektualitet të përgjithshëm të studentët dhe ky intelektualitet është përkthy ose është akumulu dhe është kapitalizu në kërkesa për më shumë të drejta në Francë në aspektet të drejtave seksuale, për shembull, njëna prej kërkesave ka qenë që konviktet mos me qenë të ndame për me shkuj femra ose gra dhe burra. Kështu që tek ne tash është kjo, ama çka pas me që tham që ajo revolta është prodhu për shkak të represionit, pa tjetër, a ka mundësi që
potenciali që do duhej me ofru universiteti si qendër e dijes, tash me ushqy në partikularitet individ mrana universitetit që me kërku diçka më shumë, sepse nuk jemi tash në regjim. Pra në një farë forme mund të themi që nuk është vetëm faji që janë pasivizu, themi këto brezat më të ri të studentëve, por njëkohësisht edhe mungesa e kualitetit intelektual që i stimulon studentët që të kërkojnë më shumë, nuk është aty. Sakt, do të thonë, nëse e merr kështu agjendën ditore të një universitet, të një studenti në Universitet Prishtinës, po flas me që unë kam studiuar aty edhe tash 10 vite jam në Prishtinë, nëse sheh agjendën ditore është përtejse e mërzitshme. E ka një orar të caktuar të ligjëratave, një kohë për me lexu, mandej vjen koha e provimeve deri të mrinte diploma. Dhe nëse çaj interesi yt i ngushtë si student, po flasar për Kosovën, me siguri e diskutojmë edhe për Maqedoninë të Veriut, nuk e besoj që dallen shumë. Nëse është edhe këtu është shumë. Besoj që është edhe më keq sepse kam do informacione, po edhe aty po dal. Për shembull, nëse çaj studenti me jetën e tij të mërzitshme studentore i bën ballë të gjitha këtyne mërzillëqeve që ka me thonë, po në fund mendon që pas diplomimit ka me u shpërbly me një vend pune, as kjo nuk ndodh. Sepse sipas agjencisë së statistikave, e këshyra para 2-3 ditë janë dikur rreth 70.000 student përfshi kolegjet private, në ndërkohë pjesëmarrja e të rive në fuqi punëtore është shumë e ulët. Na po e shohim edhe për trendit të migrimit që tash me regjistrimet e fundit popullsisë jemi duke shkuar çdo herë më poshtë, pra edhe nëse ti ke synu si student që me u diplomu, pra e ke po interesin e ton të ngushtë me u diplomu dhe me u punësu, kjo nuk ndodh. Mandej shkon në Gjermani, shkon në Zvicër, shkon në Itali, ku ta dijon, për me bo një punë, nuk kam unë shumë klasifikime paragjykuese për punët, po të paktën po them nuk ke bën një punë për të cilën ti ke menu që mas studimeve ke me marr. Dhe pse ndodh kjo? Sepse ti si student nuk e ki pa vetën si agent i ndryshimeve shoqërore duke tentu përmes iniciativave tua, përmes bashkimit me grupe tjera studentore, me ngrit çështje që nuk kanë të bëjnë domosdoshmërisht me studimet e tua, por që përmirësojnë shoqërinë në tërësi. Pra, që një shembull shumë i thjeshtë. Qysh me konkretizu? Për shembull, një student i fakultetit mjekësisë, me që këta edhe më shumë migrojnë për Gjermani për me gjetë punë atje. Nëse një student i fakultetit mjekësisë e di që ka shumë angazhime formale në kuptim të lexumit e të krymit të këtyre formaliteteve në studime, por nëse ai është angazhu veç me i kry provimet edhe me mritje diplomimi, por gjatë rrugës, qoftë në universitet, në fakultetin e mjekësisë, qoftë për shembull një çështje që ka të bëjë me Ministrinë e Shëndetësisë, me që lidhet, ka qenë, le ta supozojmë, dhe s'kem nevojë shumë e supozu sepse në vendet tona ndodh shpesh, një aferë korruptive. Nëse Dibran Hoxha, student hipotetik i fakultetit të mjekësisë, është përqendruar veç te provimet e veta dhe te diplomimi, i kanë kalu para hundëve të tij krejt aferat korruptive, krejt padrejtësitë në universitet, krejt padrejtësitë shoqërore, edhe për shembull çat aferën po supozoj me Ministrinë e Shëndetësisë, ky nuk ka reaguar sepse ka dashur me qëndru rahat në atë kuockën e vet. Kjo ati studenti kam ju kthy bumerang në një padrejtësi, sepse kur ti nuk e ke luftu, për shembull, një punësim në fakultetin e mjekësisë ose një licencim të paligjshëm në Ministrinë të Shëndetësisë, ajo ka me të kthy ty sepse ti ke me ardhur në çat ditë, edhe me që nuk e bo asnjë përpjekje për me pa veten jashtë studimeve tua në spektër të ngushtë, atëherë ki me u shpërbly me një vizë pune, por shpërbly në thojza po thëm, me një vizë pune për Gjermani. Për tash këtu në Maqedoninë të Veriut, për shembull, për Arsajti, unë në universitetet tona ose universitete tjera, e di që edhe për gjatë përfshirjes tam këtu në debate politike, ka qenë një ana prej, si me thonë, mburjeve që na nuk kishim universitet dhe tash kemi. Po
gjithherë duhet me pa një shoqni dhe edhe qoftë një përkatësi nacionaliste shqiptare në këtë rast, që progresi nuk ka të bëjë gjithherë me zërët të nishi. Progresi mundet prej 0 të 10 me qenë në potencial, dhe nëse ti për kaq vite ke bo prej hiqit në mos pasje të universitetit në pasje të universitetit, në ndërkohë potencialit të 10 që ka qenë që universitetit të jetë konkurues me të gjithë universitetet tjera në Maqedonitë Veriut, që janë shqip folse, nuk studiohet shqip, atëherë kjo i bën që ki bo regres në një perspektivë tjetër. Pra kur e shep e 10 dhe ke mbrit vetëm të nishi në pasje të universitetit, dhe kjo është me mashtru vetën me idenë e progresit. Sepse ju tash mundeni me mnimu ma shumë, sepse e dini ma mirë, sa është i qasshëm në tregun e punës një student që studion në drejtimin e njëjtë në Universitetin e Tetovës, me një student që studion në drejtimin e njëjtë në Universitetin e Shën Kirilli dhe Metodi. Shën Kirilli dhe Metodi, po. Edhe sigurisht nuk krahasohet. Nuk janë të përkrahasueshme. Dhe na, duke ngushëllu vetën me progresin e supozum, sepse e pas kemi universitetin në ndërkohë universitetet jenë shëndru në disa streha partijake, kështu për me rahatu militant, ajo i bjen që të gjitha ta student që nuk revoltohen ndaj nepotizmit, ndaj korrupsionit, dhe që e mashtrojnë vetën që studiojnë në një universitet cilësor, ata janë duke i bërë dëm vetës. Se është edhe diçka për shembull, nuk është, shiva, unë jam shumë i bindur se edhe në Universitetin e Tetovës, kur nëse e krahasojmë për shembull me Universitetin Shën Cirilli dhe Metodin Shkup, detyrimisht aty ke shumë studentë të mirë, cilët kanë shumë potencial të mirë, por kur punojnë dhe veprojnë në një institucion si Universiteti i Tetovës ta marrim për shembull, ose edhe universitetet e tjera, i bie me njëherë, i bie mundësia atyre që të bëjnë diçka për shkak të kretë këtyre që të ti nepotizmi, plagjaturës, infiltrimeve partijake, gjithë këtyre pengesave. E tash nga ana tjetër përdoret kjo ideja që njësoj e përmende që ne kemi luftuar me gjake, me mishe, me shpirt që ta ndërtojmë këtë universitet, dhe kjo është mjaft. Ma merr mendja të njëjtën send e njëjta gjë mund të thuhet edhe për në Prishtinë, për shembull, edhe për në Kosovë. Po. Edhe pse, domethënë, te na ka nisë me ndru diskursi publik në mënyrën se çysh perceptohet Universiteti i Prishtinës, po i referona gjithë Universitetit të Prishtinës sepse ka qenë vatër e rezistencës, edhe është një lloj sinonimi, si më thoni, rezistencës, sidomos ndaj Miloševićit, për shkak e thash në 97-ën kur janë uzurpu hapësirat universitare dhe është ndalu edukimi në Kosovë, Universiteti i Prishtinës dhe studentët kanë dalë në balë të protestave. Por, pas luftës dhe pas pavarësisë, kur ka nis me u bë malverzimet përmes korrupsionit dhe nepotizmit, dhe në krye të universitetit janë vendos disa profitera dhe disa persona që s'kan kredenciale akademike, percepcioni, edhe kjo përmes protestave, për shembull në 2014, kur është bërë shqyrqarja e madhe, sepse çdo herë vija e kuqe e shoqënisë tonë që s'është me u kalu, prakisht po flas në perceptim, ka qenë Universiteti i Prishtinës. Mos e atakoni, edhe na si shoqëni civile, neve na ashton, mos e atakoni sepse ai ka qenë sinonimi vatrës së rezistencës për gjatë periudhave të ndryshme. Por, e thash, kur ka nisë me u bë malverzimet për pazare partijake politike dhe në krye të universitetit me vendos persona që s'kan kurfar kredibiliteti akademik dhe moral, edhe shoqënia ka nisë me ndryshu perceptimin për universitetit. Pra, kur ka ndodhur protestat e 2014-s kundër një rektori që për standarde të sotshme dhe të atëhershme, nëse e këqyr parullën e protestës ka qenë për shkak që Ibrahim Gashi, pra ish rektori, ka publiku në një revist fiktive në Indi. Standardi është shumë i lartë, por mrapa kësaj, krejt perceptimi dhe krejt mlefi i qytetarëve ka qenë që ai person është vendos aty për shkak të pazareve partijake, PDK-s dhe AKR-s në atë kohë. Dhe kur ka nis protestat, ka nis me ndryshu edhe percepcioni publik që universiteti nuk qenë ka aq i shajt siç
mëtohet të transmetohet prej personave që i shërbejnë veç interesave të veta. Prandaj, një protestë, më thonë, në 2014, ndonë se protesta ka pas, me thonë, përfshirje të rrymave tjera rezistente aty edhe opozitare, gjithsesi e ka ndru perceptimin e opinionit për universitetin dhe nuk shihet më si qajo vija e kuqe që nuk duhet kalu. Na kur kemi dalë dhe kemi gjetë identifiku plagjator në universitet, edhe ata me të kalume, sidomos këtyne i ndodhë shumë shpesh sepse kanë brinë ato pozita pa meritokraci, për shembull Bujardu Golli ish ministër, Ardian Kastrati, antar dhe deputet nga radhët e PDK-s, të dytë plagjator. Publiku ka qenë shumë i gatshëm me, si më thonë, na mbështet në qëtë idenë që po e luftojmë një lloj korrupsioni edhe parregullësie në universitet. Nuk janë pa ata si të paprekshëm. Prandaj edhe këtu kur ju thuhet këto universitete janë fitu me gjak, ai është moralizëm i pastërt për me vendos një barierë që mos na ngusni se na jemi rahat mrena këtyne kufive ton, po çdo studentët prape me kërku ma shumë në këtë drejtim. Tash unë dua të pyes kështu nga eksperjenca jote si aktivist për të drejtat e studentëve, për çështje rinore, kundër plagjaturës, kundër gjithë këtyre, cilat janë disa mënyra që në eksperiencën tënde kanë qenë efektive në theminat arritjen e synimit që mund ta keni pasur, qoftë të ekspozimit të rasteve të tilla, ose pse jo, cilat janë disa mënyra që ndoshta edhe një student i thjesht mund të praktikojë edhe ose mund të grupohen në mënyrë që të arrijnë qëllimin e tyre. Si më thonë, unë ndoshta edhe për shkak të disa leximeve specifike i përkas një mënyrë të mendumit që revolta, nëse është një kashme dhe një anshme, nuk mundet ose nuk duhet të paktën me na ushqit si ndryshimi i vetëm rrënjësor shoqëror. Unë mendoj që revolta buron në disa, nëse mund të them kështu, mikro-univerze ose disa kapilar të një shoqënie si tërësi. Prandaj mundet me nis me revolta në familje, në ndaj padrejtësive, ndaj parregullësive, si me thonë, në institucione tjera, në universitet, në institucione të ndryshme, në pika sporadike të cilat na nuk i presim dhe i synojmë për nuk i presim dhe nuk e marrim përsipër me prediku moralisht mënyrën e saktë si duhet bëhet një ndryshim shoqëror. Prandaj në bindjen time, si aktivist i shoqënisë civile, unë po duna me thonë që një aktiviste, kur e përjeton veten si agente e ndryshimeve shoqërore, pashmangshëm do duhej me zhvesh veten pra prej një idesë megalomane që unë vi dhe ju mësoj juve që duhet me u bë ndryshime shoqërore. Prandaj, edhe përmes angazhimit me Orkën, edhe përmes gjitha iniciativa tjera që i kemi ndërmarrë, unë mendoj, për shembull tash në Universitetin e Prishtinës ka lind, edhe pse ka ekzistuar gjithmonë fenomeni ngacmimeve seksuale, tash ka lind një revolt sporadike, patjetër që ka pas ngacmim, si me thonë ose një lloj stimulimi që ka ndodhur kjo, ka pas një shkas, por grupet që kanë shty këtë revolt përpara nuk kanë qenë domosdoshmërisht të mbështetuna ose nuk ja kemi tregu udhën se si duhet me bu një protest, si duhet me bu një aksion simbolik e kështu me radhë. Dhe në njënën anë, pra e thash më herët, vetë institucionit do duhe me ushqy studentin ose me ja dhoni mbështjellje intelektuale, në anën tjetër, sforcimet nga jashtë që me lloj kështu doza patronizuese që unë vija dhe ju mësoj që shbohet, duhet me tentu me menjanu. Prandaj besoj që në secilin shoqëni
në secilin hapësirë universitare konkretisht me që është tema më specifike për studentët, do duhej me lind iniciativa sporadike studentore që krijojnë krisje dhe qarje në një sistem të mirë organizuar. Dhe kjo e përbën një rrjet shoqëror të revoltave që prodhon ndryshime shoqërore graduale. Pra nuk është përmbysje nëse portretizojmë këtu, nuk është një revolucion francez që ta bjen mandej një jetesë më të mirë, po është një ndryshim konstant në të cilën ti duhesh me u angazhu dhe mos me e pasivizu veten edhe kur mendon që sepse e thash ato më herët, ideja megalomane e aktivistit është që ajo e din më së miri se si bëhet një punë, edhe e dyta, rezultatet e tij ose të saja me qenë të prekshme ose të vrejshme sepse ato janë ushqim për të në fund të ditës. Dhe kjo, nëse futemi në psikologji, nuk e di sa është mandej në dobi të gjithë të mirës shoqërore, apo për mos me thonë që është në dobi të diçkaje më meskine dhe egoiste. Okej, pra mund të themi që duhet mënyra më e mirë për të bërë ndryshime, janë ndryshimet të vogla gradualisht, të cilat bashkohen. Po, dhe tash edhe me thonë që tu duhej me lind natyrshëm, kjo nënkupton që ti e ke një set paraprak të ideve se çka është natyrshmëria. Por është mirë që me i najt gati në kuptimin që me ofru mbështetje pa qatë sforcimin që kjo ndërhyrje pe jashtë, sidomos është e vetmja dhe e duhura e cila duhet me u ndjek. Sepse ndërhyrjet prej si me thonë, na i kishëm përplasjet dedikon edhe me grupet që ishin të organizu këto protestat kundër ngacmimeve seksuale. Ideja e të sforcumit prej jashtë nështë ma argumentën atë që thash për mbi natyrshmërinë. Asnjëherë nuk është burimore për vetë studentëve dhe gjithherë duhet ndërhyrje për jashtë. Kur duhet gjithherë ndërhyrje për jashtë, të paktën nëse e di që ajo nuk është sakt ose nuk është aq burimore dhe natyrshme, kur ndodh, e di sigur që kjo ndërhyrja për jashtë është artificiale, pra nëse dëmë kështu me negacione me funksionu, me operu. Prandaj, po kjo prapë e thash, nëse studenti nuk e zhvesh vetën, sepse çka jem të bëhen edhe për gjatë podcastit është çajo, nuk kem të mujtë mjaftueshëm me zhvesh vetën prej prejudikimeve morale ose mënyrës që duhet me bë. Po le ta mendon studenti një dimension tjetër, të paktën që nuk është që kaq i mërzitshëm. Të paktën që mundet me bëu dhe aktivitete tjera që në rekreative bre, me dalë, me po party, me kutadion, me bo naja, me shfaq filma, aty mundesh me kriju që si revolta po frym, revolta sporadike dhe rjetëzim që ta prodhojnë mandej një ide tjetër se si duhet me ndryshu gjendja në universitete, si duhet me ndryshu shoqënia në tërësi. Nuk po ta them unë që kjo është, po të paktën provo metoda që i shmangën përditshmërisë mërzitshme të studimeve tua. Edhe ato, besoj unë, kontribojnë edhe ma shumë në qatë ngjizjen tonë dhe si student, në ngjizjen tonë dhe intelektuale, sepse nëse je një dimensional, ku ta ti, kem të folna për mjekt, po hajde po flasim edhe për jurista, kime ditë me zgjidh një rast në gjykatë ose kime qenë gjykatës me mbrojt ose me dhonë një verdikt. Dhe çka përbën kjo për jetën tonë? Çfarë përbën kjo për ato misionet që ti ja ke, ose objektivat që ti ja ke vendos vetës në fillim studimeve, mendoj që është një kotësi e llojit vet, po besoj çdo që kjo rrugë me u ndjek, na mundohemi përmes orkës kemi fut në projektet tona, kemi ideu një skem të granteve për student,
edhe shpërndajmë grante për grupe jo formale, për organizata studentore, që me bo sa ma shumë aktivitete. Shumica për tyne, me që na vetë kemi insistu që të me pas karakter rekreacional, jënë me shfaqet filmave, me ndeja, me kuta dion që i ikin pak këtyne formaliteteve të studimeve, edhe prej vetë që atyne aktiviteteve, gjasat janë të mdoja që me lindi qka ma burimore që ishim paka shumë të synuna të pak të nënë për fillimit të bisedës. Më pëlqen, shumë interesant, për shembull edhe tash kur e mendoj kur përmend shfaqje filmash ose diçka e tillë, prej shumë gjëra të tilla mund të mësojmë, apo një film i cili mund të të frymëzojë, mund të të ndikojë që ti të fillosh edhe të ndërmarrësh një nismë ose një nej, do shkosh në një nej, po do të takohesh me ja dy vet, do të dëgjosh mendimin e tyre dhe do fillosh pak të mendosh disa gjëra pak më ndryshe. Po, saktë se mendoj kjo edhe për natyrën e studimeve dhe të universitetit është shumë e gjashme në kuptimin që për në filma të caktuar, që për marrim filmin tash me konkretizu idenë, ka profile ose ka të drejtime të ndryshme të studentë nga drejtime të ndryshme që marrin pjesë. Domethënë një student i fakultetit mjekësisë mund të më shkëmbë një ide me një student të fakultetit filozofik edhe me ardhur një ide e tretë në termat Hegelit, kjo është me qenë sintezë, po se di, direkt Hegeli. Larg jemi. Ama çajo, nëse studentët për me në partikularitet në pjesëshmëri e shohin vetën si një, sa me thonë, bumerang, se dhja me thonë, po si një diçka që i kthehet atyne në angazhimet e tyne për gjatë studimeve dhe e kombinojnë me një piktur ma të gjanë të ndryshimeve shoqënore, besoj ndryshimet kishin me ndodhë, edhe kur nuk janë aq të vrejtshme në qëtë kuptim që është prodhëm përmbysje, sepse edhe ideja që është na mendojmë për shkencat, për progresin njerëzor, nuk ka qenë gjithherë, për bindjen tam shpesh herë ka qenë e paqëllimshme. Nuk kanë qenë ndërmarrje që kanë synu nga pika A me ardheri te pika B dhe e kanë ditë kur janë nisë nga pika A që kanë me brit te pika B. Shpesh herë ndryshimet shoqënore dhe progresi, ato që na e qymë sot progres, janë disa kthesa shumë të rastishme në histori. Po, për shembull, nëse merrni me lexu, çto s'po di çu shemi me kohën, po të tentu me kriju referenca, edhe unë me kriju qarje sporadike në shoqëni, se ndoshta dikush prej ndëgjuesve e merr dhe e lexon. Lindja e Birth of Clinic e Michel Foucault's, është një libër se qysh na sot e shohim psikiatrin si shkencë dhe si disiplinë që kam bërri, më thonë, përmes trajtimeve të avancume me njanu shumë devijime, po devijimet nuk janë në kohë gjithherë devijime. Pra janë në vitet e 80-ta devijime, sot nuk janë devijime. Ose janë edhe para viteve të 80-ta disa çmenduri, sot nuk është çmenduri. Por psikiatria, thot Foucault atë libri, ka lind jo si ndërmarrje që na do i shërbejmë ose do i kontribuojmë progresit dhe mirëqenies së njerëzve dhe shoqënisë. Po ka nisë lloj klasifikimi i dosjeve, të pacientëve në repartet e spitaleve, sepse s'ka qenë psikiatria atë. Dhe koleksionimi i dosjeve, pra një ndërmarrje krejt e rastishme, kthes e rastishme që thash më herët, ka prodhu një disiplinë të veçantë mjekësore, siç është psikiatria, dhe mandej nën klasifikimi i dosjeve ka prodhu degëzime që na kemi mri me zhbiru edhe te ato që i quajmë devijime më të vogla. Kështu që një film, një libër, ku ta di unë ta kemi rastishëm me dikon në hapësira universitare, mundet me prodhu ndryshime universitare dhe shoqënore. Okej. Libra, një futëm në thelb. Nuk e di. Tentum me afru. Tentum ta bëjmë ashtu. Po të flasësh me filozof është pak vështirë se filozofët ka përcime, lidhin të gjitha gjërat. Të falenderoj shumë.
Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Shumë keni konsideru. Dhe shihemi herën tjetër, mirupafshim.